Ky institucion ka një specifik të veçantë. Në fundit është i vetmi institucion që mbron vlerat pasurore të shtetit. Dhe në këto vite, padyshim që përfaqësuesit e avokaturës së përgjithshme të shtetit kanë treguar integritet profesional dhe moral, kanë treguar se kanë qenë në mbrojtje të këtyre interesave. Gjithmonë me qëllim për shmangjen e dëmit financiar për shtetin në proceset gjyqësore në gjykatat kombëtare dhe ato ndërkombëtare, sidomos në arbitrazh dhe në gjykatat e drejtave të njerëzit në Strasburg, ku gjykojnë çështjet nga më delikatet për shtetin shqiptar. Pavarësisht dëshirës që ne kemi të gjithë, që duam të fitojmë çdo çështje, kjo praktikisht është e pamundur, por në çdo rast unë kam konstatuar se nga avokatët është treguar integritet dhe profesionalizëm.